Rutina dhoma që po të flisja pak më parë, është dhoma këtu, që është tipike dhomë shqiptare. O, sa bukur, dhoma e kafeçkave, sa bukur, me qëllim e me, o, sa bukur, me vatre, zonja tona, edhe Skënderbeu. Ja, pas ka dy zonja aty që po pinë kafe, ti përshëndesim, apo mos i shqetësojmë? Po, ti përshëndesim. Përshëndetje! Përshëndetje, zonja! Sini, mirë, Sini ju, nga ju kemi? Faleminderit nga Korça. Nga Korça? Po si po kaloni aty? Kë po flasim? Me kë po flet? Rudina! Përshëndetje, Rudina! Gazetarja që kam fiksin. Ju përshëndesim, si kaloni? Kalojmë shumë mirë, po donim të dinim si kalonit ju dhe donim ta njinim këtë qendrën që na ka treguar shumë ai zoti Reso, na flet gjithkohës edhe tham t'ju njohim. Shumë mirë kalojmë. Mirë s'ka ku vete. Vim këtu, kënaqemi me të gjitha, me argëtime, me gjimnastikën, me ushqimin. Për Korçën ju ka marrë malli? Korçë mos të vjetë, me zi presin të na vi qeshori koriku të vim. Pse veni në qeshor korik në Korçë? Jo çdo vit. Ka 3 vjet s'ka vetur. Apo sa e bukur është bërë? Korça është shumë e bukur. Më e bukur se aty është Korça? Si po mos ne qemi nga Korça, na pëlqen që ta lëvdojmë Korçën. S'ka gjë. Edhe ne që si jemi e lëvdojmë, na pëlqen. Po ju qofshi mirë, e kalofshi sa më mirë edhe... Shumë faleminderit që komunikuam edhe bashku, kam pasur fiksim të jetën. Po pse kështu? Shëndesim. Më ke pëlqyer shumë si gazetare. Faleminderit shumë, Ropsh. Faleminderit. Kalofshi mirë, zonja. Qofshi mirë. Si thashun, dhoma e kafeçkave, tamam, aty ka e dhoma, ishin dy zonja nga Korça. Do vemi në një dhomë tjetër? Patjetër. Kjo është dhoma e infermieres? Na falni, se mos po bezdisim. Mirdita. Mirdita. Si jeni? Infermierja jonë është 6 ditë javës, nga hëna deri në të shtunën, është prezente për çdo nevojë që klientët kanë, ndonjë ankesë në momentin e ditës, ju kontrollon tensionin, për momentin kemi zonjën Pyqete Kalaj, Geta, e cila do kontrolloj tensionin. Ajo është për punën e saj tani dhe ne e bezdisim. I kërkoj ndjesë se kush e di si e ka tensionin, nuk po ju shqetësojmë. Faleminderit. Faleminderit, punë të mbarë. Faleminderit. Sa interesant, pra dhe dhoma, është aty dhoma e infermierisë, për çdo gjë është dikush që kujdeset. Edhe një vajzë që është shqiptare, është gjithashtu shqiptare. Është shqiptare, por Nela ka qenë infermiere në Shqipëri dhe ka qenë infermiere, domethënë eksperjenca e saj është në infermieri gjithmonë. Dhe absolutisht që është në fakt me rregullore, është e detyruar që ne të kemi infermiere. Se si që tash kemi të bëjmë me moshën e tretë, dhe çdo gjë mund të ndodhë, është me rregullore që një infermier duhet jetë në ditë prezent, të paktën në orët kur klientët janë në qendër. Tjetër, do më tregosh diçka tjetër? Ja, Reson në Pavlinën që po pinë kafen. Si ndajmi, ne po pinë kafen tani. Tani është domethënë kuzhina, banjat, edhe një dhomë tjetër që në fakt ne e përdorim për parukeri. Është një parukeri që vjen një herë në javë për të gjitha zonjat që kanë dëshirë të presin flokët. Por për momentin në fakt e kemi pak rëmull. S'ka që mos e vrit mendjen fare. Rëndësi, edhe kjo është e bukur që ju e keni një parukeri, sepse kjo është shumë rëndësishme që ato të ndihen të bukura. Patjetër kanë dhomën e tyre për të gjitha ajo. Po, të gjitha. Rëmuj e quan ti se nga Korça, po aty s'kishte rëmuj fare.
Patjetër, edhe për 8 marsin, parokëria ka marrë pjesë, i ka zbukuruar zonja tona, janë gëzuar shumë. Domethënë rëndësia që ato marrin nga ne, nga çdo detaj që ne krijojmë ose çdo aktivitet i ndryshëm, që është ditë javës janë aktivitetet të ndryshme. Unë po shkoj pak në fakt te pjesa e kalendarit. Çdo muaj ne nxjerrim një kalendar mujor me planin e muajit, domethënë se si do ta shpenzojmë këtë muaj. Pra pak a shumë janë të përgatitura, e dinë se si do jetë dhe shqiponja këtu. Ja dhe shqiponja aty. Pra kjo është nuk e di a e shikoj kalendarin. Është kalendari mujor që është pak a shumë i planifikuar me aktivitetet, me dyqanet, me çdo organizim i të gjitha ditëve, domethënë të muajit, se si e kalojmë ditën. Pra që nga mëngjesi, gjimnastika, tensioni që shpenzojnë gjysmore me infermieren, loja, muzika shqip, dreka, diskutimi në grup dhe domino ose bilardo ose televizion, çfarëdo që preferojnë. Pra mund të jenë edhe të lirë, nuk është e thonë që duhet me patjetër të ndjekin planin ton, nëse ata kanë dëshirë që të jenë vetëm, distancohen, shkojnë tek një dhomë andaj që është për të gjithë për aktivitetet e pavarura i quajmë ne, që është leximi ose duan të shikojnë ndonjë televizor, ndjekin e telenovelat. Edhe telenovelat. Patjetër, edhe telenovelat. Ju bie pak në fakt koha sa ande është 6 orë para, ju bie pak në koha kur vinë në mëngjes. Edhe kanë kohën këtu ndonjëherë hajnë në mëngjes dhe kanë sytë televizori. E bukur, pra është gjithçka. Domethënë, po vin për shembull ka aktivitete ftoni shqiptar që këndojnë ose bëjnë diçka aty. Ftoni. Po, patjetër. Të premten në fundit të muajit, ne kemi organizuar festimin ditëlindjeve të muajit. Se kemi mbi 4-5 veta që kanë të njëjtin muaj. Dhe zgjedhim që premtja e fundit, organizojmë kemi disa DJ shqiptar që ne i kontaktojmë ose ndonjë këngëtar shqiptar që dim që ka lënë Shqipërinë, ka erdhur këthe dhe e kontaktojmë gjithashtu që të marrë pjesë. Ata kërcejnë shumë, e duan muzikën shumë. Elena, si erdhe këtu? Si e gjete këtë vend? Unë kam punuar më përpara në fakt. Unë kam eksperiencë 10-11 vjet në punë të këtjellë. E kuptoj. Sepse duhet shumë eksperiencë, është tjetër. Po, unë kam punuar më përpara në një qendër tjetër të një pronari tjetër, ishte rus në fakt, dhe Pavlina më kishte thënë, kur ishte atakuar që vinin prindrit e saj, Pavlina më kishte thënë që një ditë unë kam qef ta bëj këtë dhe të ludhem nga të mbajmë kontaktet. Sa e bukur, më kishte të kishte do t'i thoja po shqiptarëve. Unë jam shumë krenare dhe më pëlqen shumë kjo që bëj, që punoj me shqiptarët. Ti e shumë e mirë, gjithë që ne jote e rezaton edhe profesionalizëm, po edhe ëmbëlsi dhe kjo është diçka që duhet, sepse komunikimi është i rëndësishëm. Ti mund t'japësh atyre gjithçka, po kur s'di të komunikosh, është një problem. Pavarësisht Rudina detyrës tonë që kemi në përzyra, ne nuk mbyllemi asnjëherë në zyrë. Ne ju japim vëmendjen e duhur, siç e thash, ne shpenzojmë domethënë gati gjithë ditën dhe kur vjen puna në orën 2 ata ikin, shikojmë njëra tjetrën në paketë, themi po dokumenta, duhet të bëjmë edhe punë të tjera. Nga që kalojmë ata, se janë shumë të ëmbël. Sa të kap njëri, të kap tjetri, të pyet si mund ta bëj këtë, ose të merr një mendim, ose të po nesër çfarë do bëjmë, ose po sot çfarë është aktiviteti. E kupton domethënë dita kalon aq shumë shpejt këtu, kur e ngre sytë dhe thua ora 1 dhe ata po shërbejnë drekën e pas njësh do iken, është e mrekullueshme. Domethënë unë jam shumë e kënaqur që punoj këtu me moshën e tretë të shqiptarëve. Të uroj punë të mbarë edhe jam shumë e kënaqur që folëm bashkë. Më pëlqeu shumë kjo qendër, e cila edhe pa e treguar ju, e tregon ambienti, ato dy zonjat atje, të cilat menjëherë komunikuan gjithçka, ka një spontanitet që të është breslënës.